A u falën njerëzit. Ishte ditë e njëjtë. Koha e namazit të akşamit. Ndërsa njerëzit po faleshin pas tij, duke dëgjuar zërin e tij të bukur dhe të ëmbël, ndërsa po lexonte suren El Murselat. Por ata asnjë kishin menduar se kjo do të ishte hera e fundit që do të dëgjonin zërin e profetit të tyre në namaz. Ai e fali namazin duke lidhur kokën me një copë për shkak të dhimbjes së kokës dhe temperaturës së etheve. Pasi e fali namazin, u kthye në shtëpinë e tij dhe u shtri në shtrat. Profetit sallallahu alaihi wasallam ju shtuan dhimbjet dhe ndjente dhimbjesa për 2 njerëz nga umeti i tij. Temperatura e trupit ishte aq e lartë sa ndihej edhe sipër mbulesës së tij dhe aty ratifikat. U thirrë ezani namazit të Yacis dhe njerëzit u mblodhën në xhami duke pritur të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Familjarët u mblodhën rreth tij duke pritur që ai të përmendej, e ndërsa të gjithë po vëzhgonin me kujdes fytyrën e tij të bekuar, pa pritur vërejtën se sytë dhe buzët e tij lëvizën. Prandaj u afruan që t'i dëgjojnë fjalët e tij të para nga goja e tij e bekuar, dhe ai tha: "A u falën njerëzit?" Ata i thanë: "Jo, o i dërguari i Allahut, po të presin ty." Ai u tha: "Vendosni ujë në një enë." I e bën gati ujin dhe ai ul dhe u la me shpresë se uji i freskët do ta shuante temperaturën e etheve. Pastaj u përpoq të ngrihej që të shkonte dhe të falte namazin me shokët e tij që po e prisnin, por i ra përsëri fikët. Kur u përmend, pyeti përsëri: "A u falën njerëzit?" Ata i thanë: "Jo, i dërguari i Allahut, po të presin ty." Ai u tha: "Vendosni ujë në një enë." Ai u la edhe u përpoq të ngrihej, por i ra përsëri fikët. Kur u përmend, pyeti përsëri: "A u falën njerëzit?" Ata i thanë: "Jo, i dërguari i Allahut, po të presin ty." Ai u tha: "Vendosni ujë në një enë." Ai u la dhe u përpoq të ngrihej, por i ra përsëri fikët. Kur u përmend, bëri të njëjtën pyetje: "A u falën njerëzit?" Ata i thanë: "Jo, i dërguari i Allahut, po të presin ty." Njerëzit po prisin në xhami që të dilte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam për ta falur namazin e Yacis, dhe kur ai e kuptoi se nuk mund të ngrihej për të shkuar në xhami, tha: "Urdhërojeni Ebu Bekrin që të falet si imam për njerëzit." Ebu Bekri radiallahu anhu e fali namazin si imam, edhe pse ai ishte shumë i ndjeshëm dhe ndërpriste leximin nga e qara. Kaluan 5 ditë ashtu, dhe Ebu Bekri radiallahu anhu e falte namazin si imam për njerëzit, dhe tek biri i tij gjatë namazeve dhe këndimi Kuranit arrin tek veshët e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ishte sëmurë në shtrat në dhomën e tij, ngjitur me xhamin e tij. Kur erdhi dita e hënë dhe Ebu Bekri radiallahu anhu u falte namazin e sabahut si imam dhe si gjithmonë ndërpriste leximin nga e qara, dhe shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam qëndronin pas tij, të mbushur me mërzi dhe dhimbje nga mungesa e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, në mihrabin e tij, ku kishte qëndruar gjithmonë, i surprizoi i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili po qëndronte në këmbë, ngriti perden e derës së tij dhe po i shikonte ata, teksa qëndronin ashtu siç i kishte mësuar ai, me përgjërim ndaj Zotit, siç i kishte edukuar vetë, të afruar pranë njëri tjetrit në safe, me zemra të bashkuara dhe të tubuar për të kryer njërin nga ritet më të rëndësishme të fesë, pas shokut të tij, që ai e kishte caktuar me pëlqimin e tij si imam. Në këtë moment, fytyrës së tij të lodhur nga sëmundja i kthehet shkëlqimi nga një buzëqeshje kënaqësie dhe gëzimi,
Ajsa sahabët gati nuk u sprovuan nga gëzimi kur e pan fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të qeshte, dhe duke sikur po çelnin lulet në atë fytyrë të ndritur. Ata nuk ishin parë pamje më të habitshme se sa fytyra e qeshur e të dërguarit të Allahut, që po i shikonte ata. Ebu Bekri radiallahu anhu u tërhoq mbrapa deri tek safi i parë, duke menduar se i dërguari i Allahut do të dilte për të palur namazin. Por ai bëri me shenjë që të dilte përpara dhe, po ashtu, u bëri me shenjë të tjerëve që ta plotsonin namazin. E më pas e uli perden përsëri. Ky ishte vështrimi i fundit që ai u hodhi shokëve të tij dhe, po ashtu, shikimi i fundit që sahabët i bën atij në këtë jetë, ndërsa ishin duke falur namazin e sabahut. Ky ishte namazi i fundit që ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam e fali, ndërsa pejgamberi ishte akoma gjallë. Kur erdhi paraditja, pejgamberi t'ju afrua agonia e vdekjes. Ai fuste duart në një enë me ujë dhe pastaj fërkonte fytyrën dhe thoshte: La ilaha illallah. Vdekja paska vuajtjet e saj. O Allah, më ndihmo ndaj dhimbjeve të vdekjes. Por as dhimbjet e vdekjes nuk e bën të dërguarin e Allahut ta humbiste vëmendjen nga dhënia e porosisë më të rëndësishme. Ai mblodhi fuqitë e fundit dhe u tha: Kujdes, namazin, 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 dhe ata që i keni nën pushtetin tuaj. Ai sa gjoksi i tij duke sikur po e përsëriste këtë porositë e tij, sepse gjuha e tij nuk fliste dot më. Kjo ishte porosia dhe amaneti fundit që ai la umetit të tij, para se të shkonte tek Allahu i Madhërisëm. Pasti i kaluan dhe 13 vite të tjera. Udhëtimin e muslimanëve mori fillimisht Ebu Bekri radiallahu anhu, pastaj Omeri radiallahu anhu, derisa erdhi dita e mërkurë, që përkon me datën 26 të muajit Dhulhixhe, ku njerëzit ishin në të njëjtën xhami, duke pritur imamin e tyre për të falur namazin e sabahut. Omeri radiallahu anhu prisi muslimanëve. Doli i veshur me një rrobë ngjyrë të verdhë. U bë ikameti, u drejtuan safet, dhe Omeri radiallahu anhu qëndroi në të njëjtin vend ku kishte qëndruar para tij Ebu Bekri radiallahu anhu dhe para tij i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kur e filloi namazin, një adhurues zjarri me origjinë nga Persia, i quajtur Ebu Lulue, i erdhi nga pas me një hanxhar me 2 tehe dhe e goditi me të në pjesën e barkut. Në këtë moment, trupi madhështor i Omerit u rrëzua në mihrab duke thënë: Dhe urdhri i Zotit është caktimi pashmangshëm. Atë e dërguan pa ndjenja në shtëpinë e tij, kurse nga plaga i dilte gjak. Vazhdoi ashtu derisa zbardhi dita, dhe i hapi syt para se të lindte dielli. I vështroi fytyrat e atyre që ishin rreth tij, dhe buzët e tij lëvizën. Ata mbajtin qetësi dhe u afruan të dëgjojnë se çfarë po thoshte tani që sapo ishte përmendur, dhe fjala e parë që dëgjuan nga ai ishte: A u falën njerëzit? Le të ndalemi në disa mësime që përfitojmë nga kjo ngjarje. Së pari, në këtë skenë vërim një argument të vërtetësisë së profecisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sepse ai, edhe në këto momente kaq të vështira, siç janë momentet e fundit të jetës, kur sapo ishte përmendur nga i fikti që i kishte rënë nga dhimbjet, foli për atë që e kishte preokupuar gjatë gjithë jetës, që ishte falja e namazit nga ana e umetit të tij, si shenjë bindjeje dhe adhurimi ndaj Allahut Madhërisëm që e kishte dërguar atë. Ky është nga ato momente ku shfaqen shqetësimet e vërteta të njeriut, kurse shqetësimet e rreme shuhen dhe zhduken tërësisht, edhe sikur të ketë jetuar gjithë jetën me to, pasi është e pamundur që të shtiret në këtë moment delikat. Për këtë arsye, kjo skenë dhe ajo që vjen pas saj janë vetëm disa nga argumentet e shumta që vërtetojnë profecinë e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam në atë që ka predikuar dhe bindjen e tij të palëkundur në atë që besonte. Së dyti, kjo skenë është deklarat për pozitën dhe rëndësinë e namazit si shtyllë e Islamit. Namazi ishte gjëja e parë për të cilën pyeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u përmend pasi ratifikët.
Ai u la 3 herë dhe u sforcua që të mund të dilte në xhami për të prirë njerëzve të falnin namazin. Më pas erdhi vështrimi i fundit që u hodhi shokëve të tij, ndërsa ishin duke falur namazin e sabahut, dhe në fund ishte porosia e tij e fundit për namazin në frymën e fundit të jetës. E gjitha kjo e vendos faljen e namazit në krye të përparësive të jetës. A mund të ketë gjë më të rëndësishme se sa përmendja e namazit dhe këshilla për kryerjen e tij, edhe pse ishte në atë gjendje? Të njëjtën gjë bëri dhe Omeri radiallahu anhu, i cili edhe pse ishte i plagosur dhe po jepte frymën e fundit në këtë jetë, pyeti për namazin dhe e fali atë duke thënë: me të vërtetë, nuk ka islam ai që e braktis namazin. Tani mbetet të çdo personi që e do të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam të pyesë veten: kjo ishte vlera që kishte namazi tek shqetësimet e të dërguarit të Allahut? Po tek unë, cila është vlera dhe vendi që zë ai, namazi, në shqetësimet e mia? Së treti, në këtë skenë vërejmë një dëshmi profetike për pozitën e njeriut më të besueshëm të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë umet, Ebu Bekrit radiallahu anhu. Ishte urtësi dhe mirësi nga ana e Allahut madhërisëm që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk vdiq papritur. Ai u smur dhe ju dobësua trupi, kurse mendjen dhe logjikën e kishte të plot. Prandaj porositi shokët e tij në mënyrë të padiskutueshme. Urdhërojeni Ebu Bekrin që të pri njerëzve në namaz. Ebu Bekri radiallahu anhu u priu njerëzve 5 ditë me radhë, kurse i dërguari i Allahut ishte afër, e dëgjonte tek birin dhe këndimin e tij. Porosin që dha për Ebu Bekrin radiallahu anhu në namazin e parë që nuk e fali vet, e konfirmoi edhe në namazin e fundit, sa ishte akoma gjallë, kur i bëri atij me shenjë në namazin e sabahut që ta plotësonte namazin si imam. Asnjë musliman nuk mund të mendojë se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam do ta caktonte Ebu Bekrin radiallahu anhu si imam për muslimanët e pranishëm, nëse mes tyre do të kishte ndonjë më të meritueshëm se ai për të qenë imam. Sa bukur është shprehur: i dashuri i Allahut dhe i dashuri të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, prisi besimtarve, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, kur ka thënë: profeti juaj, profeti mëshirës, nuk vdiq i vrar dhe as nuk vdiq me një vdekje të papritur, por qëndroi sëmur për disa ditë net, ku muezini e thërriste ezanin dhe ai urdhëronte Ebu Bekrin radiallahu anhu që të printe njerëzve në namaz, duke e ditur pozitën time. Prandaj kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam vdiq, e pam gjendjen tonë dhe zgjodhëm për dynjan tonë atë që i dërguari i Allahut e pëlqeu për fen tonë. Së katërti, ftuesi është i obliguar për përcjelljen e ftesës dhe nuk mban përgjegjësi për udhëzimet e njerëzve. Megjithatë, gëzimi dhe kënaqësia e shpirtit rritet edhe më shumë kur shikon se ajo që ka mbjell po rritet dhe po i jep frytet e saj, dhe kur udhëzimi bëhet realitet. Për këtë arsye, u pa gëzimi në fytyrën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam kur e ngriti perden e dhomës së tij dhe pa shokët e tij që po ndiqnin shembullin dhe traditën e tij. Kjo e bëri fytyrën e tij të shkëlqente me gjithë dhimbjet e sëmundjes. Së pesti, vërejmë se si shqetësimet e gjalla të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kalonin natyrshëm tek shokët e tij. Omeri radiallahu anhu nuk ishte i pranishëm në momentin kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pyeti: a u falën njerëzit? Por ai bëri të njëjtën pyetje kur ishte në të njëjtën gjendje si ajo e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, pasi kishte rënë fikët kur e plagosën në namaz. Ai nuk e tha këtë fjalë për të imituar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, por e tha atë sepse brenda vetes ndjente të njëjtin shqetësim që ndjente edhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe e shprehu atë shumë natyrshëm në të njëjtën mënyrë si i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam: a u falën njerëzit?